E diel dashi, dita ju shtyn drejt një hapi të vogël në financa. Në çift pritet më shumë afërsi. Demi, dita ju shtyn drejt një bisede të rëndësishme. Mos e lini një pagesë ose detyrim për në fund. Pinjakët, dita ju shtyn drejt një vendimi të qartë. Mbani fokusin te ajo që vërtet ka rëndësi. Kaforia, energjia e ditës sjell qetësi për një çështje personale. Dëgjoni ndjesitë tuaja, por mos u mbyllni në vetvete. Tuani, sot mund të ndjeni një mundësi për të rregulluar një keq kuptim. Të marrëdhënie mos lini vend për keq kuptime. Pyqëresha, dita ju shtyn drejt një ideje të re në punë. Në financa shmangni vendimet impulsive. Peshorja, energjia e ditës sjell qartësi për një çështje personale. Një kompromis i vogël mund të sjellë qetësi. Akrepi, energjia e ditës sjell një ditë më sociale se zakonisht. Përdoreni intensitetin për një ndryshim pozitiv. Shigjetari, kjo ditë favorizon një ditë më sociale se zakonisht. Një bisedë romantike mund t'ju afrojë më shumë. Prisjapi, një atmosferë e mirë sjell një ide që mund të vlejë shumë. Mund të merrni një vlerësim për përpjekjet tuaja. Ujori, dita sjell një surprizë në dashuri. Kushtojeni pak më shumë vëmendje pushimit. Peshit, kjo ditë favorizon më shumë motivim. Intuita është e fortë, por kërkon edhe pak realizëm. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.